Prej kësaj të njëjte, ka hyrë në fuqi vendimi i kufizimit të qarkullimit për automjetet në zonën e Zdrales, paradite nga ora 9 deri në orën 15 dhe pasdite nga ora 18 deri në orën 22, ajo do të jetë një zonë në funksion të këmbësorëve. Një pjesë e pronarëve kanë kundërshtuar këtë gjë, duke e cilësuar si një veprim që do të sjellë falimentimin e bizneseve. Numri 2 i bashkisë, Alban Preka, u njoh me pretendimet e tyre, por në komunikimin e ndarë për mediat nga zyra e shtypit të bashkisë, ai thotë se kjo zgjidhje i shërben investimit të kryer. Sot nisi zbatimi i orarëve të kufizuar të lëvizjes në zonën e Zdrales. Një zonë që faktikisht ka vujt për një trafik të kaotik dhe me probleme patjetër për biznesin, por edhe për qarkullimin e banorëve. Realisht ky investim që sot shifet ka kthy një imazh komplet tjetër të Zdrales, patjetër që ka nevojë për mbështetjen edhe për një zonë me trafik të limituar, në mënyrë që edhe bizneset të kenë frutet e këtij investimit, njerëzit qarkullojnë në mënyrë të lirshëm dhe pa pengesa. Zona e Zdrales, e transformuar nga investimi i qeverisë shqiptare dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit, konsiderohet tashmë një hapësirë me potencial të lartë urban dhe tregtar, ndërsa vendosja e rregullit në qarkullim synon të garantojë bashkëjetesë urbane dhe respektim të hapësirës publike. Zbatimi i kufizimit do të monitorohet nga strukturat përkatëse, me qëllim funksionimi normal të zonës dhe lehtësimin e qarkullimit për të gjithë përdoruesit e saj.